Pas ngjarjes së ndodhur në ambientet e Këshillit Bashkiak Pogradec vjen reagimi i bashkisë, përmes cilit ajo sqaron opinionin publik mbi projekt vendimin që lidhet me dhënien me qira të sipërfaqeve tokë shtetërore në Çerrav. Projekt vendimi fillestar i propozuar dhe i konsultuar me banorët e Çerravës parashikonte një sipërfaqe prej 65 hektarësh, 8459 metër katror. Gjatë takimeve konsultative, 5 të tilla, banorët shprehin shqetësime dhe sugjerimet e tyre, të cilat u morën më pas në konsiderat nga institucioni i bashkisë. Banorët kërkuan rishekim të sipërfaqes, duke hequr nga harta zonat me status kullot, të cilat shfrytëzohen për blegtorinë e fshatit. Kjo kërkesë u pranua dhe sipërfaqja u reduktua nga 65 hektar, 8459 metër katror në 34 hektar, pra 6660 metër katror, sipërfaqe e cila ka statusin pemtore. Ky version i rishikuar i projektit u diskutua sërish me përfaqësues të banorëve, me cilët u arrit dakordsi parimore. Projekt vendimi me sipërfaqen e reduktuar dhe paprekur kullotat e zonës u shqyrtua në komisionet e Këshillit Bashkiak dhe më pas u paraqit për miratim në mbledhjen e radhës së këtij këshilli të zhvilluar ditën e hënë. Këshilltarët, të cilët ishin njohur më herët me materialin dhe pas sqarimeve të detajuara nga specialistë e fushës, të cilët garantuan se harta e re nuk prek sipërfaqet e kullotave, miratuan projekt vendimin me 19 vota pro. Bashkia në këtë reagim sqaron gjithashtu se në mbledhje ishin të pranishëm edhe përfaqësues të fshatit Çerrav, të cilët ndoqën diskutimet dhe morën pjesë në to. Gjatë debatit pati momente të tensionuara dhe përdorim të një fjalori jo etik e fyes ndaj anëtarëve të Këshillit Bashkiak. Pas miratimit projekt vendimit, një prej përfaqësuesve i pranishëm në sallë u tensionua dhe përdori fjalor fyes, çka solli reagimin e njërit prej anëtarëve të Këshillit, situatë e cila agravoi në një përplasje fizike mes palëve. Ngjarja tashmë është referuar pranë organeve ligjzbatuese, të cilat po sqarojnë rrethanat dhe përgjegjësitë përkatëse, ndërkaq bashkia thekson se ka të gjithë të drejtën ligjore për mbrojtjen e tokës dhe aktet nënligjore në zbatim të tij mbi administrimin e tokave shtetërore në territorin e saj, apo dhënien e tyre me qira për individ e subjekte me qëllim zhvillimin e tyre. Njëkohësisht Bashkia Pogradec mbetet institucion i hapur për dialog e konsultim me komunitetin, duke dëgjuar dhe reflektuar mbi shqetësimet e qytetarëve, ashtu siç është vepruar edhe me banorët e fshatit Çerrav.